5 drejtues të mjeteve, të cilët janë pajisur me lejë drejtimit të kategorisë B, brenda 24 muajve të fundit i nështrohen këtyre kufizimeve të posaçme. Pika A, kufiri i lejuar i alkoolit në gjak është 0.0%. Pika B, shpejtësia maksimale lejuar është 90 km/h në autostrada dhe rrugë interurbane kryesore, si dhe 80 km/h jashtë qendrave të banuara. Pika C, po, zoti Manja? Zoti Shesh, shpërndani pak nga pjesën me zotin Kapri, ju lutem. Zoti kryetar, pikën C të nenit 5, ne tërhiqemi nga pika C e këtij neni, pasi në dakordsi dhe me ministrin, është në përputhje me direktivën kjo që ne kemi parashikuar, por nuk ka për momentin mekanizëm zbatimi të pikës C në lidhje me këtë që kemi kërkuar tek neni 5. Në këto kushte ne tërhiqemi nga pika C, po vetëm nga pika C e këtij neni. Dakord. Atëherë vazhdojmë me pikën C, mos respektimi i kufizimeve të përcaktuara në këtë pikë dënohet me gjobë administrative nga 5.000 lekë deri në 15.000 lekë, si dhe merret masa plotësuese pezullimit të lejës drejtimit për 1 muaj dhe heqja e pikëve sipas përcaktimeve të akteve nënligjore në fuqi. Pika D, pas përfundimit të periudhës së provës prej 24 muajsh pa shkelje, kufizimet hiqen automatikisht për drejtues të mjeteve të cilët gjatë 1 viti konstatohet se kanë kryer 2 shkelje të normave të sjelljes ose të kufizimeve të përcaktuara në këtë pikë, si dhe u janë hequr të paktën 10 pikë, periudha e kufizimeve zgjatet edhe me 1 vit. Në bazë të 75.3 rregullores, autori i amendamentit ka të drejtë ta paraqesë atë për jo më shumë se 7 minuta, zoti Manja, zoti Braçe. Po, fjalë atëherë edhim në votim amendamentin me ndryshimet e propozuara, hapet votimi me elektronik. Votoni, ju lutem. Mbyllet votimi. 84 vota pro, 0 abstenim, 0 kundër. Miratohet amendamenti me ndryshimin e